Donald Trump thuhet se është gati të pranojë një aeroplan luksoz të përshkruar si një pallat në qiell, që ofrohet presidentit amerikan si dhuratë nga familja mbretërore e Katarit. Të dielën, duke cituar burime të shumta të njohura për çështjen, raportohet se administrata Trump po përgatitej për të pranuar një Boeing 747-8 luksoz, një aeroplan nga familja mbretërore e Katarit, që vlerësohet të kushtojë rreth $400 milion. Trump do ta përdorte më pas aeroplanin si Air Force One der pak para përfundimit të mandatit të tij të dytë në zyrën ovale, në të cilën pikë do të transferohej në fondacionin e bibliotekës së tij presidenciale, jo më vonë se 1 janari 2029. Dhurata luksoze nga Katari pritet të shpallet javën e ardhshme gjatë turneut tredhitor të Trumpit në lindjen e mesme, që përfshin Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katarin. Trump vizitoi aeroplanin luksoz në shkurt, ndërsa ishte i parkuar në aeroportin ndërkombëtar të West Palm Beach. Duke supozuar se Trump e pranoi aeroplanin siç është planifikuar, ai do të transferohet së pari forcës ajrore amerikane, në mënyrë që dega ushtarake të mund ta konfigurojë aeroplanin për të përmbushur specifikat e kërkuara për udhëtimet presidenciale. Rrjeti shtoi se çdo kosto e lidhur me transferimin e tij do të paguhet nga forca ajrore amerikane, e cila merr një pjesë të konsiderueshme të ardhurave të gjeneruara nga takspaguesit federal. Sipas burimeve, prokuroria e përgjithshme e Trump, Pam Bondi, dhe avokati i tij kryesor në shtëpinë e bardhë, kanë arritur në përfundimin paraprak se është ligjërisht e lejueshme që Trump të pranojë dhuratën luksoze dhe pastaj ta transferojë atë në bibliotekën e tij presidenciale. Të dy thuhet se arritën në këtë përfundim pasi avokatët e zyrës së këshilltarit të shtëpisë së bardhë, si dhe të departamentit të drejtësisë, thanë se aeroplani i dhuruar nuk ishte i kushtëzuar nga ndonjë akt zyrtar dhe për këtë arsyeje nuk kishte rishfet. Ata avokatë hartuan një analizë për sekretarin e mbrojtjes Pete Hegesth, e cila përsëriti se asgjë në lidhje me aeroplanin nuk shkelte ligjet federale.